dashur bashkëqytetar të komunës së Rahovecit. Të gjithëve kudo që jeni, faleminderit nga zemrat që morët kohën tuaj të lirë e të çmuar dhe që erdhët t'i dëgjoni fjalët tona lidhur me programin që kemi përgatitur për këtë fushatë. Ne bij tuaj kemi lindur këtu, kemi mbaruar arsimin fillor dhe të mesëm. Disa vazhduan të punojnë këtu, disa diku jashtë. Disa shkuan edhe më larg, por ajo që është e përbashkët për të gjithë, ne vendosëm të kthehemi për Rahovecin, sepse ju na keni mësuar dhe na keni rritur në këtë mënyrë. Ta duam edhe respektojmë vendin ton mbi të gjitha. Rahoveci është baza jonë. Ne nuk kemi qytet tjetër të vendlindjes në nëndjell përveç Rahovecit. Kudo që të shkoni, udhtoni, cila do përvojë bukur të jetë, zemra është këtu. Me ofrimin ton për udhëheqje të komunës, ne duam të tregojmë atë që dim, të mësojmë tjerë për ato çfarë dim dhe të bëjmë më të mirën dhe më të duhur që mundemi. Zemrat tona janë të hapura, mendet tona janë të shëndetshme, pllëmt tonë janë të çiltërta. Ndryshimi është më i nevojshëm, andaj kur duhet të ndodh nëse jo tani? Ne patëm fushatën më modeste, shumicën e materialit e bëm fjalë për fjalë me duart tona dhe vetëm me mendjen tonë. Ne ecëm në përtër komunën e Rahovecit duke shpërndar energjinë, ide e program të qartë. Negociuam dhe planifikuam ditë e natë, duke kaluar natën e duke shkruar programin. Kështu që ne dim, ne duam dhe ne mund të punojmë pa pasur nevojë të shpenzojmë para me 6 ose më shumë zero. Ne mund të bëjmë shumë për pak mjete buxhetore, sepse jemi punëtor, të moshuar e tri, të punësuar e të pa punë, të shëndetshëm e të smur. Gjithmonë jeni në mendjen tonë. Ne nuk duam t'ju shohim duke paketuar valizhet dhe ulur në një autobus për në vendet të huaja. Ne duam që ju të fitoni pagën tuaj për një jetë dinjitoze dhe pikrisht këtu, se pacienti duhet të mjekohet në vendin tonë, që fëmia të kaloj fëmijërinë e tij të sigurt në terrenet tona të lojrave, që të rinjtë të kenë një vend për të shkuar në kohën e tyre të lirë, që të rinjtë të respektohen e të dëgjohen, që të mshuarit të mund t'i dajnë mençuritë e urtësitë e tyre me ne, të ndihen të dashur dhe të sigurt në komunën e tyre, dhe të ndjehen mirënjohës për atë që na kanë dhënë dhe atë që na kanë mësuar. Ne zhvilluam fushatën sa më mirë që dinim, duke vlerësuar të vërtetën mbi të gjitha. Shumë janë thënë, por shumë kanë mbetur pa thënë, por do t'jemi çdo herë të hapur për atë çfarë edhe ju keni për t'na thënë. Vetëm kështu do të plotësohemi së bashku e ndërsjell për të qenë në nivelin e pritur. Ne do të jetojmë me ju denjësisht, sinqerisht, duke punuar dhe fituar me punën, djersën dhe përkushtimin tonë. Ne duam të tregojmë se ka ende një energji shumë e vyeshme në komunën tonë, që mund të shkruaj një faqe të re për udhëheqjet e komunës sonë. Të dashur miq, mendoni me kujdes për dëshirat tuaja, për të ardhmen tuaj dhe votoni sipas ndërgjegjes tuaj. Gjithçka për komunën e Rahovecit. Prandaj, me 12 tetor, na besoni, na mbështetni, që të jemi vërtet zëri dhe forca e juaj në mandatin që na pret. Me mua si kandidat për kryetar komune, Ali Dula, numri 105 nga lëvizja vetëvendosje, fitoria për 12 tetor është e pashmangshme. Gëzuar!